Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 3 shenjat e horoskopit që nuk i harron dot kurrë. Në vend të parë Akrepi. Akrepi është ajo shenjë që të hyn në shpirt duke depërtuar pa të pyetur fare. Në fillim të tërheq me intensitetin e tij, me mënyrën si të sheh, si flet, si të lexon pa thënë asnjë gjë. Por kur largohet, e ndjen boshllëkun për vite. Akrepi të lë kujtime që digjen thellë sepse çdo marrëdhënie me të është përjetim, jo thjesht lidhje. Ai të mëson çfarë është pasioni, kontrolli dhe dhimbja në një trup të vetëm. Edhe pas shumë vitesh, një këngë, një aromë, një vend dhe të rikthehet çdo kujtim me të. Nuk është çudi që Akrepi nuk e haron dot askush, sepse ai nuk e lë kurrë asnjë ndjenjë përgjysëm. Në vend të dytë Demi. Kur ke dashuruar një dem, e di çfarë është dashuria e vërtet. Ajo i qëndrueshmja, e buta, e përkushtuara. Demi të jep siguri, kujdes dhe një ndjenjë që rrallë gjen diku tjetër. Ai nuk të harron lehtë, por as ti nuk e harron dot atë. Edhe kur ndaheni, kujtimet me të kanë një aromë shtëpie. Është ai person që të kujton çfarë është qetësia, që të mëson se dashuria nuk duhet të ketë dram për të qenë e fortë. Edhe kur ai largohet, kupton se askush nuk do të dojë më me atë durim dhe ngrohtësi. Në vend të tretë Gaforia. Gaforia të lidh emocionalisht në mënyrë që nuk e kupton derisa të jetë tepër vonë. Ajo kujdeset, të përkëdhel, të mbron si askush tjetër. Në fillim mendon se është shumë e ndjeshme, por më pas kupton se ka shpirtin më të pastër që ke njohur ndonjëherë. Edhe kur ndahet, Gaforia ruan kujtimet, fotot, mesazhet dhe në një mënyrë të çuditshme edhe ti e ruan në zemër. Gaforia është dashuria që nuk mbaron, por që mbetet si plagë e bukur në kujtesë. Ajo nuk harrohet sepse të ka dashur me shpirt dhe jo me interes.